unë dhe kolegun përfshirën komunikim, pas njoftimin nga zërrej që me ndërbej tregtimin me kompanitë domosdoshme që nuk janë licencuar në Kosovë së në Shqipëri, përsëri ka marrë përgjigje që deri vazhdon tregtimin çysh na vepru deri më tani me gjitha kompanitë. Ish kryeshefi i KIK-ut Nagib Krasniqi ka dalë sërish para gjykatës në akuzën për keqpërdorim. Në seancë, në cilësinë e dëshmitarit u dëgjua Hasan Kerolli, ekspert nga Korporata Energjetike e Kosovës. Prej prillit 2017 punoj në Korporatën Energjetike, që nga atëherë kam pas pozitën e njëjtë deri më tash. KIK-u të tregtimin e energjisë do më kryesisht deri në vitin 2019 ka bë vetëm tepricat që kanë bërë domo ka eksportu ose shitjet e energjisë domo dhe nuk ka bërë domo import deri në atë kohë. Mirë po në dhjetor domo vitit 2021 kemi bërë edhe blerjen, kena filluar edhe me blerjen e energjisë, qoftë për nevojat KIK-ut, në rastet kur kemi pasur rame të paplanifikuar të njësive të KIK-ut, por pastaj edhe blerjen e energjisë për shërbimin universal për KESK-un, e cila ka ardhur me vendim nga Qeveria e Republikës Kosovës. Blerja domo ka filluar nëse më gaboj rreth datës 22 dhjetor, është fjala për KESK-un, në vazhdu deri me 10 janar 2022, pastaj kena blerën në datën 2 janar 2022, pastaj ka kaluar KESK-u domo ka bërë importin e energjisë, në bazë vendimit qeverisë, dhe kështu me radhë, ndërsa teprica domo shitjen e energjisë domo, varësisht kur kena pas teprica, bëhet në bazë auditore, vazhdojnë edhe sot. Sa më kujtohet, drejtori i zyres për tarifa dhe çështje rregullative, gjyk ka drejtuar zërrejës, ku kemi qenë edhe unë dhe kolegun përfshirën komunikim, edhe ka kërkuar që me njoftu cilat kompanijat licencume që me botë tregtim KIK-u me vazhdim. Pastaj ka ardhur njoftimi nga zërreja dhe ka njoftuar që momentalisht tregtimin në bërë vetëm me kompanitë që janë licencuar në Kosovë, ose në Shqipëri, pasi marrëveshje memorandum bashkëpunimi kena vetëm në Shqipëri. Pas e kemi pranuar domo njoftim nga zërrej, unë e kam drejtuar drejtorit operativ, zotërin Lojë Xhemilit, kam kërkuar se çysh me vepru pas njoftimit nga zërrej që me ndërbej tregtimin me kompanitë domo që nuk janë licencuar në Kosovë së në Shqipëri. Pastaj ka marrë përgjigje nga zotëri Edmond Nolleshi, na ka udhëzuar që me vazhduar tregtimin me gjitha kompanitë që kena vepru deri më tani deri në njoftim të radhës. Ndërkohë u kërkuam cilat kompani nuk janë licencuar që duke kryer tregtim, nuk janë licencuar në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe i kemi njoftuar që gjatë asaj kohe ka qenë vetëm një kompani e cila nuk ka pas licencë në Kosovë ose në Shqipëri, që kemi qenë duke të rëftuar, ka qenë kompania slovene, Komunia Shqiptare Slovene, HSE ose Holding Slovenske Elektrarne. Pas 2 ose 3 ditë, nuk e di saktësisht, kena pasur njoftim për vazhdimin e një garancioni bankar për një kompanie tjetër që Selime ka pasur në Zvicër, nuk ka pasur licencë Kosovës në Shqipëri. S'paksu se na pas kontratën në shërbim me ta. Na pas kontratën në shumë vetëm me Selin Zvicër, edhe përsëri kom drejtuar çysh me vepru në këtë rast, pas edhe kjo është sigurisht se kompania HSE nuk ka licencë domo Kosovës në Shqipëri. Përsëri ka marrë përgjigje që vazhdon tregtimin çysh na vepru deri më tani me gjitha kompanitë. Edhe kena vazhduar tregtimin deri pas një viti, kur ardhë domo gjoba për zërrejës, atëre drejtori operativ ligjë ka të marrë vendim që me ndërprej gjitha tregtimet